Është nata e 17 korrikut viti 2006 dhe mbi detin Adriatik po bie një errësirë dendur, pa yje, plot re të uleta që fshehin çdo dritë të mundshme të bregut. Në atë errësirë fluturon një helikopter i qeverisë shqiptare, i tipi që zakonisht përdoret nga presidenti i Republikës dhe nga kryeministri, një makinë e rëndë prej metali që zakonisht mbart njerëz të pushtetit nëpër protokole zyrtare, jo të plagosur në gjendje komet drejt spitaleve të huaja. Brenda tij ndodhen 6 njerëz, 2 pilot me përvojë të gjastë fluturimi, një inxhinier, një mjek reanimator i cili gjatë gjithë kohës mban syt mbi një burr të shtrirë, të palevishëm, me kokën e mbështjel me fash, që merr frymë me vështirësi përmes një aparature. Dhe pranë tij i ullur, duke ju drejtuar herë herë me zë të ulët, është një djalë 24 vjeç, i cili nuk e ka lënë të atin as për një qast, që nga qasti kur mjekët i thanë se gjendja ishte kritike dhe se e vetmja shpresë ishte një spital në bregun tjetër të detit. Emri i burrit të plagosur është Gramos Pashko. Emri i djalit është Ruben Pashko, i biri i tij. Dhe ajo çka nuk e di asnjë nga këta 6 njerëz, në atë çast të errët mbi valët, është se asnjëri prej tyre nuk do ta shohë më kurrë bregun. Në orën 2:17 të mëngjesit, kur data e kalendarit sapo kishte kaluar në 17 korrik, kula e kontrollit ajror në Rinas mori kontaktin e fundit me radio nga ai helikopter. Piloti raportoi qetësisht koordinatat. Diku rreth 45 km në perëndim të Durrësit, në një lartësi prej afërsisht 1000 metrash mbi sipërfaqen e detit. Fluturimi, sipas atij raportimit të fundit, po ekste pa asnjë problem të dukshëm. Dhe pastaj, në një qast, pa asnjë sinjal paralajmërues, pa asnjë thirrje ndihme, pa asnjë fjalë të fundit, helikopteri u zhduk nga radari. Thjesht u zhduk, sikur deti ta kishte gëlltitur pa lënë gjurmë, sikur ai cops metali që fluturonte drejt shpresës të ishte tretur në errësirën e natës. Le të ndalemi pak këtu, sepse ka diçka në këtë skenë që meriton vëmendjen tonë të plot, përpara se të vazhdojmë. Kush ishte ky burr që meritonte një helikopter special qeveritar për t'u transportuar natën mbi det drejt një spitali të huaj? Pse ishte kryeministri vet ai që urdhëroi këtë transport, pasi kishte qëndruar orë të tëra pranë shtratit të tij në spital? Dhe si ndodhi që një njeri, i cili për një kohë të gjatë ishte konsideruar armik politik i po atij kryeministri, mori në fund të fundit prej tij të njëjtën kujdes që do t'i kishte dhënë një mik i vjetër, apo edhe një vëlla. Sepse historia që do t'ju tregojmë sot nuk është thjesht historia e një aksidenti tragjik mbi det, edhe pse ai aksident është pjesa e fundit dhe më e errëta e saj. Është historia e asaj që ka ndodhur me një njeri kur revolucioni që ka ndihmuar ta bëjë e hedh atë jashtë vetës. Është historia e viteve kur Gramos Pashko, ekonomisti që kishte ndihmuar të themelonte forcën e parë opozitare demokratike të vendit të vet, u shndërrua nga themelues në të përjashtuar, nga zëvendës kryeministër në një zë të vëzhguar nga policia sekrete, nga politikan në profesor universiteti, dhe së fundi në një njeri që u kthye 2 herë në jetën e tij te ajo parti që dikur e kishte nxjerrë jashtë, vetëm për të mos u pranuar plotësisht kurrë sërish. Është historia e një njeriu që, siç do të thoshte më vonë vetë gruaja e tij, në ditën kur ai vdiq, fati e goditi 2 herë brenda të njëjtës ditë, si të mos I mjaftonte një herë e vetme për ta marrë përgjithmonë. Sepse ajo që ka I ndodhi Gramos Pashkos në atë korrik të vitit 2006 nuk ishte thjesht një aksident I vetëm. Ishte, siç do ta shohim, një varg fatkeqësish që u ndoqe njëra pas tjetrës brenda më pak se 15 orësh, secila prej të cilave e marr veç e veç mund të kishte pasur një fund tjetër. Por bashk, të gjitha ato qaste të pafat formuan atë natë kur deti mori përgjithmonë jo vetëm ekonomistin që dikur paralajmëroi vendin e tij për katastrofa financiare, jo vetëm politikanin që u dëbua nga partia që vetë themeloi, por edhe një djalë të ri, 24 vjeçar, I cili nuk kishte kërkuar asnjëherë të ishte pjesë e historisë shqiptare, por që u gjend në një natë të keqe vere, ulur pranë të atit të tij në rrugën e fundit të jetës së të dyve. Për ta kuptuar plotësisht se si arritëm te ajo natë e errët mbi Adriatik, duhet të kthehemi mbrapa, në verën e vitit 1992, kur Gramos Pashko, ende një burr I ri, 37 vjeç, u ngrit në këmbë përpara Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, forcës politike që kishte ndihmuar të ndërtonte fjalë për fjalë, dhe tha diçka që në atë kohë tingëllonte si retorike egzageruar e një njeriu të mundur, por që dekadat e ardhshme do ta vërtetonin, në forma të ndryshme dhe të papritura, si një profeci të hidhur. Kam thënë, tha ai, se po instalohet një diktaturë e re. Ju sot po e sankciononi atë diktaturë, por mos harroni
se një ditë kjo diktaturë do t'ju përfshi edhe juve. Përjashtimi juaj më dha fatin që të qëndroj si observues, por më dha edhe trishtimin e madh që nuk arrita dot ta ndal këtë katastrofë. Dhe pastaj u largua nga salla, duke lënë pas vetës një heshtje të rëndë dhe një grup delegatësh që sapo kishin votuar përjashtimin e njërit prej themeluesve më të respektuar të lëvizjes së tyre. Që ndodhi më pas me atë burr? Si e jetoi ai 14 vitet që i ndanin nga nata e helikopterit mbi Adriatik? A e dinte në atë qast të gushtit të 92-shit se rruga që po niste, larg pushtetit, larg vëmendjes së parë të kamerave, do ta çonte drejt një jete tjetër krejtësisht, drejt një sale universitetit të re, drejt titullit të parë rektor të një institucioni që do të mbante emrin e një qyteti tjetër, drejt një pajtimi të vështirë e të pjeshëm me vetë partinë që e kishte dëbuar, dhe së fundi, drejt asaj plazhi jugor, ku fati do ta priste me një gur në ujë dhe një helikopter që s'do të mbërrinte kur në destinacionin e vet? Le ta ndjekim këtë rrugë hap pas hapi, sepse ajo na tregon diçka shumë më të thellë se sa thjesht biografia e një njeriu të vetëm. Na tregon se çfarë ndodh idealit kur bie nga karrigja e pushtetit, dhe se ku mund të gjej strej një njeri që humbet betejën politike por refuzon të humbas veten. Ku dëgjojmë sot emrin Gramos Pashko, shumica mendon me njëherë për dy gjëra: themelimin e Partisë Demokratike në dhjetor të vitit 1990 dhe paralajmërimet e tij ekonomike mbi rrezikun e skemave financiare piramidale që gëlltiten më vonë kursimet e një populli të tërë. Këto janë kapituj të njohur, të treguar tashmë shumë herë, por ka një kapitull tjetër, më pak të treguar ndoshta, sepse është më pak i lavdishëm, më pak i thjesht për t'u kthyer në legjendë të pastër. Kapitulli i viteve kur Pashko ishte jashtë, kur ishte i survejuar nga shërbimet sekrete të vendit të vet, kur jati i tij i vdekur qëllimisht u zhvaros nga vareza e dëshmorëve si formë hakmarrëje politike, dhe kur ai, në vend që të tyhej, gjeti një rrugë tjetër për të mbetur i rëndësishëm, rrugën e mendimit, të universitetit, të idesë së pastër, larg zhurmës së pushtetit që tashmë e kishte tradhtuar një herë. Kjo është historia që meriton të tregohet plotësisht, sepse në të gjejmë jo vetëm fatin e një njeriu, por edhe një pyetje universale. Çfarë i mbetet një revolucionari kur vetë revolucioni i tij vendos se s'ka më nevojë për të? Sepse ka diçka thellësisht njerëzore, madje edhe tragjike në kuptimin e vjetër grek të fjalës, në figurën e Gramos Pashkos gjatë atyre viteve. Ai nuk ishte thjesht një humbas politik, siç ka pasur me qindra në historinë e çdo demokracie të re. Ai ishte, sipas dëshmive të shumë njerëzve që e njohin nga afër, dikush që refuzoi të lejonte humbjen politike ta shndërronte në hidhërim të përjetshëm. Refuzoi të bëhej thjesht një zë kritik i hidhur në qoshat e gazetave. Refuzoi të bëhej thjesht armiku i betuar i atyre që e dëbuan. Në vend të kësaj, ai zgjodhi diçka shumë më të vështirë. Zgjodhi të vazhdoi të mendojë, të mësojë, të ndërtojë, edhe pse nga jashtë pushtetit, edhe pse i vëzhguar nga policia sekrete e vetë shtetit që kishte ndihmuar ta lindte i lirë. A ka guxi më të madh se ky të vazhdosh të besosh në liri pikërisht atëherë kur liria jote personale po të mbikëqyret çdo ditë? Le të ndjekim pra këtë udhëtim të gjatë të vështirë që nis në një salë të nxehtë kongresi në gusht të vitit 1992. Kalon në përzyra të mbushura me dosie survejimi, në përvareza ku eshtrat e një njeriu të vdekur u zhvendosën pa dijenin e familjes, në për auditore universitare ku një ish ministër i rrëzuar rigjeti veten si profesor i dashur nga studentët, në për korridoret e një pajtimi politik të vështirë e të pjeshëm, dhe që mbyllet në fund në errësirën e asaj nate koriku mbi Adriatik, kur deti e mori përfundimisht atë njeri që kishte kaluar një jetë të tërë duke kërkuar të kuptonte se ku e çonte rruga vendin e tij, pa e ditur kur se ku do ta çonte rruga e tij personale. Kur salla e kongresit u zbraza të natë gushtit të vitit 1992, Gramos Pashko doli në rrugët e Tiranës si një njeri pa parti, për herë të parë që prej dhjetorit të largët të vitit 1990, kur ai vetë kishte nënshkruar aktin e themelimit të Partisë Demokratike, bashkë me shokët e tij të asaj kohe. Bashkë me të u dëbuan edhe disa nga themeluesit më të spikatur të lëvizjes, Neritan Çeka, arkeologu me traditë të thellë antikomuniste, Arben Imami, avokati i ri me gjuhë të mpreth, dhe Pret Zogaj, shkrimtari intelektuali që kishte kontribuar që në ditët e para të revolucionit të qetë të dhjetorit.
Kuvendi i asaj partie i pati quajtur me një ironi që synonte t'i nënçmonte, mocionist ose edhe më ashpër karigethyer, sikur i vetmi qëllimi i tyre të kishte qenë thjerrja e karigeve të pushtetit, që të tjerë tashmë i zinin. Por ata kishin diçka tjetër në mendje dhe atë e treguan shumë shpejt brenda po atij viti 1992. Themeluan një forcë të re politike, të quajtur Aleanca Demokratike, e cila do të pretendonte që në emrin e vet se po vazhdonte shpirtin e vërtet të asaj demokracie që kishte lindur në dhjetor, tani kur sipas tyre vet Partia Demokratike po e tradhtonte atë shpirt. Aleanca Demokratike nuk u bë kurrë një forcë e madhe në kuptimin numerik të fjalës, nuk mblodhi kurrë turma të mëdha nëpër stadiume, nuk pati kurrë mundësinë të konkuronte drejt për drejt as Partisë Demokratike, as Partisë Socialiste në betejën për shumicën parlamentare. Por për një kohë ajo u bë diçka tjetër, ndoshta më e rëndësishme në një demokraci të re. U bë zëri i një liberalizmi të pastër, pa kompromise të pushtetit, i lirë të kritikojë të dyja palët e mëdha të spektrit politik, të majtën e vjetër komuniste dhe të djathtën e re që sipas Pashkos dhe shokëve të tij, po fillonte të përsërisë disa nga refleksat e vjetra të pushtetit të përqendruar, tani vetëm me maska të reja. Ishte pikërisht ky mesazh, ky akuzë drejt për drejt ndaj drejtimit të ri të vendit, që e bëri Aleancën Demokratike një kokfort e vogël, por të bezdishme brenda peizazhit politik shqiptar të viteve në vijim, dhe që e bëri Gramos Pashkon, si zëri i saj më i mpreth ekonomikisht, një objektiv të vazhdueshëm të vëmendjes shtetërore, në kuptimin më të keq të mundshëm të asaj fjale. Sepse ajo çka i ndodhi Pashkos në vitet menjëherë pas dëbimit të tij, nuk ishte thjesht marginalizim politik i zakonshëm, ai lloj harrese që i ndodh çdo politikani që humbet betejën për pushtet. Ishte diçka më e organizuar, më e qëllimshme dhe, siç do të thonë më vonë vetë dëshmitarët e kohës, edhe më e errët. Sipas dëshmive të botuara vite më vonë nga gazetare historianë të interesuar për këtë periudhë, Pashko u vu në survejim të vazhdueshëm nga Shërbimi Informativ Kombëtar, Agjencia e re e Inteligjencës Shtetërore Shqiptare, e drejtuar në atë kohë nga Bashkim Gazidede, një emër që do të bëhej më vonë sinonim në kujtesën populore i abuzimit të institucioneve të sigurisë kombëtare për qëllime krejtësisht politike, kundër vetë qytetarëve dhe kundërshtarëve të brendshëm të pushtetit. Ish ministri i ekonomisë, ish zëvendës kryeministri, njeriu që kishte negociuar dikur në emër të vendit të tij me institucionet financiare më të mëdha të botës, u shndërrua tani në një dosie, në një objekt përgjimi, në një emër që përsëritej me dyshim në raportet e brendshme të një shërbimi sigurie që dikur, në letër, kishte lindur për të mbrojtur demokracinë, jo për ta minuar atë nga brenda. Por ndoshta shenja më e qartë dhe njëkohësisht më e dhimbshme e asaj hakmarrije politike ndodhi jo me vet Pashkon, por me kujtimin e babait të tij. Josif Pashkoi ati kishte qenë njëri prej figurave të spikatura të lëvizjes komuniste, të asaj që historia e njeh si grupi i Korshës, dhe pas luftës kishte mbajtur postet e larta shtetërore, deputet, zëvendës kryeprokuror i përgjithshëm, zëvendë ministër i punëve të brendshme, madje edhe ministër i kontrollit shtetëror, dhe për vite me radhë anëtare sekretari i Komitetit Qendror të Partisë së Punës. Kishte vdekur në vitin 1963, kur Gramos Pashko ishte ende fëmijë dhe ishte varrosur me nderimet e larta që i takonin një zyrtari të asaj shkale, në varrezat e dëshmorëve të kombit, aty ku prehen figurat më të nderuara të historisë kombëtare shqiptare, sipas kritereve të çdo regjimi që ka qeverisur vendin. Vetëm pak javë pas dëbimit të djalit të tij nga Partia Demokratike, në një vendim që shumë e lecuan si hakmarrje personale të drejtë për drejtë, eshtrat e Josif Pashkos u zhvarrosën nga ajo varreza nderuar, pa djenin paraprake të familjes, dhe u zhvendosën në varrezën e zakonshme të qytetit, në Sharr. Imagjinoni për një çast atë çka do të thotë kjo për një bir. Jo vetëm të humbësh betejën politike, jo vetëm të gjendesh në survejim të vazhdueshëm, por të mësosh se edhe eshtrat e babait tënd të vdekur, njeriu që s'kishte asnjë faj personal në asnjë prej ngjarjeve të kohës së re, ishin bërë armë në një luftë politike që nuk kishte të bënte fare me të. A ka formë më e ftohtë e hakmarrjes politike se kjo? Të prekësh varrin e një njeriu që s'mund të mbrohet më vetë? Dhe megjithatë, përballë gjithë kësaj, Gramos Pashko nuk u shndërrua, siç do të kishte mundur lehtësisht, në një figurë të hidhëruar, të mbyllur brenda vetes, të përfshirë vetëm nga dëshira për hakmarrje. Sipas gati të gjitha dëshmive të bashkëkohësve të tij, ai vazhdoi të jetë, edhe në ato vite të vështira, ai njeri me humor të hollë ironik,
me atë sigurit e qetë të dikuj që beson të idetë e veta më shumë se sa të pozicionet e pushtetit. Ndërkohë që Alianca Demokratike mbeti një forcë e vogël në parlament e pafuqishme të ndryshojë realisht drejtimin e madh të politikës shqiptare, Pashko filloi gradualisht të kthehet drejt asaj çka kishte qenë gjithmonë burimi i vërtet i forcës së tij: mendimi, idea, klasa universitare. Ai vetë, në një intervistë të dhënë disa muaj para vdekjes së tij, do të thoshte diçka që përmblidhte në mënyrë të përsosur këtë kthes të brendshme. Profesioni im nuk është politika, tha ai. Profesioni im janë idet. Kjo tërheqje graduale drejt botës akademike nuk ishte, siç mund të mendojë në pamje të parë, thjesht një dorëheqje e hidhëruar nga betejë politike. Ishte, në një kuptim shumë më të thellë, një rikthim te vetja e tij më autentike. Sepse ne e kemi parë tashmë në kapitujt e tjerë të kësaj historie, se Gramos Pashko ishte, para se të ishte politikan, profesor ekonomie në Universitetin e Tiranës, njeri që kishte kaluar një jetë të tërë duke studiuar mekanizmat e tregjeve, duke i shpjeguar ato studentëve në një kohë kur ato mekanizma ishin thuajse fantazi teorike në një vend të mbyllur. Tani, i larguar nga pushteti dhe i survejuar nga policia sekrete e shtetit, ai gjeti sërish në auditorin universitar atë stre që politika nuk ja jepte më. Dhe pikërisht aty, në atë hapësirë të lirë të mendimit, do të linte kontributi i tij më i qëndrueshëm, ai që edhe sot bart emrin e tij. Por para se të arrinte ai kapitulli i ri i jetës së tij, duhet të përmendim edhe një ironi tjetër, ndoshta më të habitshme nga të gjitha ato që e karakterizuan karrierën e Gramos Pashkos. Ky njeri, i cili kishte qenë njeri prej themeluesve më të spikatur të forcës që kishte rrëzuar komunizmin, i cili kishte ndërtuar reputacionin e vet mbi kritikën e ashpër ndaj çdo forme socializmi shtetëror, do të bëj vite më vonë këshilltar ekonomik i besuar i vet Fatos Nanos, kryeministrit socialist që u dohoqi disa nga qeveritë më të rëndësishme të së majtës shqiptare në vitet që erdhën. Për 4 vjet me radhë, sipas dëshmive të kohës, Pashko punoi pranë qeverive socialiste, duke i ofruar atyre pikërisht atë ekspertizë ekonomike që dikur ai vetë kishte përdorur për të kritikuar ashpër trashëgiminë e vjetër komuniste. Si mund të shpjegohet kjo, vetëm me faktin se, për Pashkon, ideja e tregut të lirë, e institucioneve të forta, e rregullave ekonomike të qëndrueshme, kishte qenë gjithmonë diçka që e ka përcente ndarjen e ngushtë mes së djathtas dhe së majtës. Ai nuk ishte njeri partie në kuptimin e ngushtë të fjalës. Ishte njeri idesh, siç e kishte thënë vetë, dhe idetë e tij, sipas bindjes së tij, i shërbenin kujtdo që ishte gati t'i dëgjonte me seriozitet, pavarësisht ngjyrës politike të atij që i kërkonte këshill. Kjo pozitë e veçantë ndërmjet kampeve, ndoshta e bëri edhe më të vështirë vendin e tij në kujtesën kolektive shqiptare të viteve në vijim, sepse politika shqiptare e asaj periudhe, ashtu si e shumë vendeve të tjera në tranzicion, kërkonte besnikëri të plotë, kërkonte njerëz që qëndronin qartë brenda një rësan të barikadës. Pashko, me refuzimin e tij të vazhdueshëm për të kyçur plotësisht në asnjë kamp, u bë një lloj figure e çuditshme, e respektuar nga shumë, por e pranuar plotësisht nga askush. Ishte tepër liberale perëndimor për të majtën tradicionale, tepër i pavarur dhe kritik për të djathën e re, tepër i lidhur me trashëgiminë familjare komuniste për ata që kërkonin pastërti ideologjike absolute nga ana tjetër, dhe tepër armik i hershëm i sistemit të vjetër për ata që ende admironin atë sistem në heshtje. Në një farë mënyre, ai ishte njeriu që i përkiste kudo dhe askund njëkohësisht, dhe pikërisht kjo vetmi ideologjike, aq e vështirë për të jetuar në një vend të ndarë thellë politikisht, ishte ndoshta ajo që e shtyu drejt botës më neutrale, më universale të universitetit. Në vitin 2002, Shqipëria ende ishte, në shumë kuptime, një vend që po vuante pasojat të gjata të një dekade tranzicionit të dhimbshëm. Krizën e skemave piramidale të vitit 1997, kaosin që pasoi shembjen e tyre, humbjen e besimit të gjithë një brezit të institucionet e reja. Në atë kontekst, themelimi i një institucioni të ri arsimor privat, të ndërtuar sipas modelit amerikan të universiteteve liberale, ishte një hap i guximshëm, madje edhe pak i pamatur për standardet e kohës. Universiteti i ri u quajt Universiteti i New Yorkut në Tiranë, një emër që në vetvete ishte një deklaratë ambicie, të ndërtohej brenda një vendi ende të varfër dhe ende në kërkim të vetes, një institucion që do të mbante emrin në njërit prej qyteteve më kozmopolit të botës, dhe që do të përpiqej të sillte studentëve shqiptar standardet akademike të një arsimi vërtet ndërkombëtar, pa që nevoja të largoheshin nga dheu i tyre.
Dhe kush mund të ishte më i përshtatshëm për të drejtuar një projekt të tillë se sa njeriu që kishte kaluar një jetë të tërë duke ndërtuar në mendjen e vet, që kur ishte fëmijë në një Shqipëri të mbyllur, imazhin e një bote akademike që se kishte parë kur me sy. Gramos Pashko u bë rektori i parë i Universitetit të New Yorkut në Tiranë, një detyrë që e mbajti me po atë pasion që kishte treguar dikur si profesor i ri në auditorët e vjetër të Universitetit të Tiranës, në vitet kur ekonomia e tregut ishte ende një fjalë ndaluar. Vetëm se tani, ndryshe nga ato vite të para, ai mund të flasë hapur, plotësisht, pa frikën e censurës, për gjithçka që kishte studiuar në heshtje për dekada të tëra. Ata që e njohën gjatë kësaj periudhe të fundit të jetës së tij, e përshkruajnë si dikë që gjeti sërish në salat e reja të universitetit, atë entuziazëm të pastër që politika ja kishte marrë gradualisht gjatë viteve të mëparshme. Henry Qili, i cili shërbeu si administrator i po atij universiteti dhe që e njihte Pashkon prej vitesh, do të shkruante më vonë, në një përkujtim të botuar menjëherë pas vdekjes së tij, se edhe pas 25 vjetësh karrierë universitare, mund ta gjejë Pashkon të preokupuar me po atë pasion të një pedagogu të ri, duke përgatitur një kurs të ri për studentët e tij. Ai ishte, siç e përshkroi Qili, profesori, jo thjesht sepse kishte kaluar pjesën më të madhe e më të vlefshme të jetës së tij pas katedrës universitare, por sepse ishte vetë tipi i profesorit që formon nxënës, duke qenë vetë përjetësisht një nxënës i ideve të reja. Kishte gjithashtu në këto vite një anë tjetër, më intime dhe më njerëzore e jetës së Gramos Pashkos, që rrallë përmendet në tekstet e thata historike, por që bashkëkohësit e tij e kujtojnë me dashuri të veçantë. Ai kishte një shtëpi në Tiranë, të njohur mes miqve e kolegëve si Villa Pashko, ku organizoheshin shpesh biseda të gjata mbi ekonominë, kulturën, politikën, tregun, çdo temë që i binte ndërmend, ku studentë e kolegë mblidheshin për të diskutuar me orë të tëra, në atë lloj kafeje intelektuale që rrallë gjendej diku tjetër në Tiranën e asaj kohe. Kishte edhe një restorant të preferuar, të quajtur Tajvani, aty ku, sipas dëshmive të miqve të tij, ai zgjidhte vetë verën dhe sugjeronte menyn me manierat e një aristokrati të vjetër, duke i kthyer drekat e thjeshta të përditshme në ngjarje të vogla intelektuale. Ishte, siç e përshkroi një prej miqve të tij të afërt shumë vite pas vdekjes së tij, një karakter kozmopolit i rrallë për një qytet si Tirana e asaj kohe, erudit nga kultura, tolerant nga njohja e thellë e natyrës njerëzore, gjithmonë gati për një bisedë të re, gjithmonë duke gjetur fillin ku e kishte lënë herën e fundit, si të mos kishte kaluar asnjë ditë mes një takimi dhe tjetrit. Kjo pamje e Pashkos si njeri gëzimplot, i dashur, gjithmonë i rrethuar nga miq e student, kontraston fort me atë pamjen tjetër të errët të survejimit shtetëror dhe të hakmarrjes politike që kishte shënuar vitet e para pas dëbimit të tij. Dhe pikërisht ky kontrast mes vuajtjes së heshtur politike dhe gëzimit të hapur intelektual na tregon diçka thelbësore për këtë njeri. Aftësinë e tij të rrallë për të ndarë qartë dy botë, atë të pushtetit, plot hidhërime e tradhtime, dhe atë të mendimit të lirë, plot mundësi e miqësi të reja. Ndërsa shumë prej bashkëkohësve të tij, të tërhequr në beteja të pafundme partijake, u konsumuan gradualisht në hidhërimi i tyre politik, Pashko gjeti forcën për të ndërtuar, paralelisht me atë hidhërim, një jetë tjetër, plotësisht të re, plot krijimtari e ide. Familja mbeti gjithashtu diçka thelbësore për të gjatë gjithë këtyre viteve. Bashkëshortja e tij, Mimoza Ruli, e njohur nga të gjithë si Moza, motra e politikanit Gjens Ruli, ishte njëkohësisht shoqja e jetës së tij dhe bashkëbisedimtarja e tij intelektuale. Ajo grua që, siç do ta shohim më vonë, do të gjente forcën në ditën më të errët të jetës së saj të flasë publikisht për humbjen që sapo kishte pësuar në një mënyrë që do të prekte thellë të gjithë ata që e dëgjuan. Kishin dy fëmijë bashk, njëri prej tyre ishte Ruben, djali që kur historia jon do të mbyllet, do të gjendet pranë të atit të tij, në atë natë të fundit mbi Adriatik, në një moshë kur jeta duhet të hape ende përpara tij si një rrugë gjatë dhe e panjohur. Ndërkohë, viti pas viti, ndërsa Pashko ndërtonte këtë jetë të re akademike, politika shqiptare vazhdonte të lëvizte sipas rrymave të veta, shpesh të papritura. Sali Berisha, pasi kishte qeverisur si president deri në kaosin e vitit 1997, u kthye në pushtet vite më vonë, tani si kryeministër, në krye të një partie demokratike të riorganizuar. Dhe pikërisht në atë kohë, në vitin 2005, ndodhi diçka që askush, ndoshta as vet Pashko, nuk e priste plotësisht. Ai pranoi ftesën për t'u ribashkuar Partisë Demokratike, forcës politike që 13 vjet më parë e kishte dëbuar në mënyrën më publike të mundshme,
dhe që kishte urdhëruar, siç besonin shumë, hakmarrjen mbi kujtimin e babait të tij. Si mund të shpjegohet ky rikthim? Për shumë vëzhgues të kohës ishte thjesht një akt pragmatizmi të vonë, pranimi i një njeriu të moshuar politikisht se koha e projekteve të vogla si Aleanca Demokratike kishte kaluar, dhe se e vetmja mënyrë për të pasur ende një zë brenda politikës shqiptare ishte kthimi te forcat e mëdha ekzistuese. Për të tjerë ishte një shenjë karakterit të tij të vërtetë, të atij njeriu që kishte thënë gjithmonë se profesioni i tij ishin idete, jo urrejtjet personale, dhe që ndoshta besonte se, pas gjithë atyre viteve, mund të kontribuonte akoma, nga brenda, në formasimin e një force politike që i kishte lënduar aq thellë. Sido që të jetë e vërteta, ai u nënshtrua procesit të kërkuar nga statuti i partisë për të rithemeluar antar, kaloi nëpër strukturat e saj dhe kandidoi për deputet në zonën e origjinës familjare, Kolonja, ajo krahin jugore malore nga ku rrithte gjaku i familjes Pashko. Rezultati i asaj kandidature ishte, në mënyrë të hidhur dhe pothuajse simbolike, një humbje. Pashko nuk arriti të zgjidhet deputet në atë zgjedhje. Partia megjithatë e zgjodhi antar të Këshillit Kombëtar, organi drejtues i lartë i saj, një gest që dukej si njohje formale e statusit të tij historik si themelues, por që në praktik nuk i soli asnjë rol të vërtet vendimarrës. Ai nuk u përfshi më tej në strukturat drejtuese aktive të partisë, dhe sipas shumë vëzhguesve të kohës, as edhe në qeverinë e re të drejtuar sërish nga Sali Berisha, edhe pse shumë prisnin, për shkak të peshës historike të emrit të tij, ndonjë rol të rëndësishëm, qoftë edhe simbolik. Ishte në një farë mënyre e njëjta histori e vjetër që përsëritej, kthimi formal, i mirëpritur në letër, por i pashoqëruar nga fuqia e vërtetë e vendimarrjes. Njeriu që kishte themeluar Partinë Demokratike, që kishte shkruar në shtëpinë e tij programin e saj të parë politik, mbeti sërish pas kthimit një figurë nderi pa peshë reale, njësoj siç kishte qenë edhe para dobimit të tij, në ato javë të verës së 92-shit, kur emri i tij u zhduk papritur nga lista e ministrave të qeverisë së parë krejtësisht demokratike. Dhe megjithatë, ai nuk u kthye plotësisht i hidhëruar nga ky kthim i pjeshën dhe i pafritshëm. Vazhdoi mosimdhënien e tij në Universitetin e New Yorkut në Tiranë, vazhdoi bisedat e gjata në Vila Pashko dhe Drekat në Tajvani, vazhdoi të jetë për studentët e tij dhe për miqtë e shumtë që e rrethonin, ai profesor kozmopolit, i pasionuar pasideve, që sikur t'i kishte kthyer shpinën përfundimisht zhgënjimeve të politikës. Kishte thënë vetë ai në atë intervistë të fundit, njeri i desh, jo njeri pushteti. Dhe si njeri i desh, kishte gjetur më në fund, pas gjitha atyre viteve të stujshme, një lloj paqeje të brendshme, larg sala e kongreseve dhe listave elektorale. Ishte pikërisht në këtë periudhë relativisht të qetë, në verën e vitit 2006, kur Gramos Pashko vendosi të kaloj disa ditë pushimesh me familjen e tij në bregdetin jugor të Shqipërisë, në zonën e Palasës, pranë fshatit të njohur turistik Dhërmi, në gjirin e bukur të Himarës, ku ujërat e kaltra të Jonit takojnë shkëmbin të thepisur të Alpeve të Qamërisë. Ishte një vend që ai e njihte mirë, një vend prehjeje larg zhurmës së Tiranës, larg edhe kujtimeve të hidhura të politikës, larg edhe presioneve të vazhdueshme të një karriere akademike që, edhe pse e dashur, kërkonte gjithmonë kohën dhe energjinë e tij. Askush në ato ditë të para të korrikut nuk mund të imagjinonte se ai gjë i qetë detar, ai peizazh që kishte tërhequr breza të tërë pushuesit shqiptar, do të bëhej së shpejti skena e fillimit të fundit të jetës së tij. Ishte data 16 korrik, viti 2006, një ditë vere e zakonshme, me diel të fortë dhe det të qetë, ashtu siç e njohin të gjithë ata që kanë kaluar qoftë edhe një javë të vetme në atë bregdet jugo shqiptar, aq të bukur sa shpesh krahasohet me brigjet më të lavdëruara të mesdhaut. Gramos Pashko ishte atje me familjen e tij, duke shijuar siç e bënte prej vitesh atë kombinim të rrallë të pushimit të plot dhe të bisedës intelektuale që gjente gjithmonë, kudo që shkonte, edhe kur qëllimi i tij i deklaruar ishte thjesht të pushonte. Rreth mesditës ai hyri në det për të zhytur siç e bënte shpesh, ndoshta për t'i shpëtuar ngjehtësisë së fortë të asaj ore, ndoshta thjesht nga dëshira e zakonshme e çdo njeriu që ndodhet pranë detit në një ditë të nxehtë vere. Dhe pikërisht në atë qast, në një moment që zgjati ndoshta vetëm një sekond, gjithçka ndryshoi. Duke u zhytur, koka e tij goditi disa shkëmbinj që ndodheshin nën sipërfaqen e ujit, në një pjesë të bregut ku deti dukej mjaftueshëm i thellë për të zhytur pa rrezik,
por ku, siç ndodh shpesh në brigjet shkëmbore të Shqipërisë Jugore, thellësia e vërtet mund të mashtrojë edhe ata që njohin mirë vendin. Goditja ishte e rëndë, aq e rëndë sa ai humbi menjëherë ndjenjat dhe trupi i tij, i pambrojtur tani nga çdo lëvizje vullnetare, filloi të fundosej ngadalë në sipërfaqen e ujit. Nuk ka asnjë dëshmi që të tregojë se sa kohë kaloi Pashkon në ujë përpara se dikush ta vinte re, dhe pikërisht kjo pasiguri, kjo hende kohor i panjohur, do të mbetet një nga elementet më të errët të gjithë kësaj tragjedie. Ishte një fëmijë, sipas dëshmive të mbledhura më vonë nga gazetarët që hetuan ngjarjen, ai që e pa i pari trupin e Pashkos duke lundruar pa ndjenja në ujë rreth orës 12:02 minuta të asaj dite. Bërtitjet e atij fëmije, siç ndodh shpesh në plazhe të mbushura me njerëz, tërhoqen menjëherë vëmendjen e të rriturve përreth, dhe brenda pak minutash, trupi i Pashkos u ncor nga uji dhe u shtri në rër, ndërkohë që dikush thirrri urgjentisht ndihmën mjekësore më të afërt. Mjeku i parë që mbërriti në vendngjarje ishte Kosta Qipa, një mjek i njohur i zonës së Dërmiut, i cili do të dëshmonte më vonë në një përshkrim që tregon qartë sa serioze ishte gjendja e Pashkos që në qastet e para. Nga goja i dilte shku me bardhë dhe pas frymarrjes artificiale që i bëri, ai vazhdonte të nxirrte ujë nga mushkëritë. Pulsi i tij ishte pothuajse i padukshëm dhe trupi i tij kishte marrë atë ngjyrë të errët që, siç e shpjegoi vetë mjeku, tregonte se ai kishte qenë më shumë kohë në ujë se sa mund të kuptohej thjesht nga goditja e kokës. Me fjalë të tjera, Pashko nuk vuante vetëm nga një dëmtim traumatik i kokës, por edhe nga pasojat e mundshme fatale të mbutjes. Situata kërkonte veprim të menjëhershëm dhe autoritetet shëndetësore shqiptare e kuptuan menjëherë peshën e asaj që kishte ndodhur. Një ish zëvendës kryeministër, një figurë historike e tranzicionit demokratik shqiptar, tani i shtrirë pa ndjenja mbi rërën e një plazhi jugor, në gjendje kritike. Rreth orës 15 asaj pasdite, një helikopter i Ministrisë së Shëndetësisë u dërgua për ta transportuar nga vendi i aksidentit drejt kryeqytetit, drejt spitalit më të pajisur të vendit, aty ku shpresohej se ekipe mjekësh specialist do të mund të bënin diçka për ta shpëtuar. Në spitalin ushtarak shëndror të Tiranës, ku Pashko u dërgua përfundimisht, mjekët e vlerësuan gjendjen e tij si tepër të rëndë. Sipas raportimeve të kohës, ata nuk kryen asnjë ndërhyrje kirurgjikale, por u kufizuan në përpjekjet për të nxjerrë ujin që kishte hyrë në mushkëritë e tij dhe për ta stabilizuar sa më shumë të mundej. Lajmi për aksidentin u përhap shpejt në rrethet politike të Tiranës dhe rreth orës 19:10 të asaj mbrëmje, në spital mbërriti vetë kryeministri i atëhershëm Sali Berisha, i shoqëruar nga disa prej miqve të vjetër të Pashkos. Le të ndalemi një çast këtu, sepse ky detaj mban në vetvete gjithë peshën e ironisë historike që përshkon këtë histori. Njeriu që kishte urdhëruar sipas shumë dëshmive zhvarrosjen e babait të Pashkos si formë hakmarrije politike, njeriu që kishte qëndruar në krye të asaj force politike që kishte dëbuar Pashkon në mënyrën më publike të mundshme 13 vjet më parë, tani qëndronte vetë pranë shtratit të tij spitalit, në një natë kur çdo dalim politik i së kaluarës dukej i papritur, pa asnjë kuptim përballë thjeshtësisë së vdekjes që po afrohej. A e ndjeu Berisha në atë çast peshën e gjithë historisë së përbashkët mes tyre? A mendoj për ato vite konflikti, dëbimi, survejimi, hakmarrije? Nuk e dim. Ajo çka dim është se ai qëndroi në spital për afërsisht 2 orë dhe se, para se të largohej, mori një vendim që do të rezultonte fatal. Urdhroi transportin e menjëhershëm të Pashkos drejt një spitali në Itali, në qytetin e Barit, ku shpresoi se mjekët do të kishin mjete ekspertizë më të avancuara për ta trajtuar. Ky vendim, dënse i marrë me shpresën më të mirë të mundshme, u përball menjëherë me pengesa serioze praktike. Pilotët e helikopterit të Ministrisë së Shëndetësisë, ata që e kishin transportuar Pashkon nga plazhi në spital vetëm disa orë më parë, refuzuan të merrnin përsipër fluturimin natën drejt Italisë, duke shpjeguar se helikopterët e tyre nuk ishin të pajisur teknikisht për fluturime natën mbi det të hapur. Për më tepër, kushtet e motit mbi Adriatik atë natë nuk ishin fare të favorshme. Sipas raportimeve të kapitanerisë së portit të Barit, forca e detit atë natë arrinte rreth 4 bal, kusht mjaft i vështirë për çdo fluturim mbi ujë, aq më shumë natën në errësirë të plot. Përballë këtyre pengesave, u vendos që transporti të kryhej me një mjet tjetër, helikopterin e Gardës së Republikës, i tipit Bell 222, i njëjti helikopter që zakonisht përdorej për transportin e presidentit të Republikës, Alfred Moisiu, dhe të vetë kryeministit Berisha, në udhëtimet e tyre zyrtare. Ishte pra jo një helikopter i thjesht ndihme mjekësore,
por vetë mjeti më i mbrojtur, më i mirëmbajtur teorikisht i shtetit shqiptar. Dhe pikërisht kjo e bën edhe më tronditëse atë që ka ndodhi më pas, sepse askush nuk mund të kishte parashikuar që pikërisht ky helikopter, i konsideruar ndër më të sigurtit e flotës shtetërore, do të bëhej instrumenti i fundit i një tragjedie edhe më të madhe se ajo që synonte ta parandalonte. Në orën 21:50 të asaj mbrëmje, helikopteri Bell 122 u ngrit nga toka drejt Adriatikut duke mbartur brenda tij 6 njerëz. Pilotët Vangel Çondi dhe Demush Heba, të dy me përvojë të gjatë fluturimi, inxhinierin Qemal Koni, mjekun reanimator Aleksander Baloj, i cili duhej të vazhdonte kujdesin mjekësor gjatë vetë fluturimit, të plagosurin rënd Gramos Pashko dhe djalin e tij 24 vjeçar Ruben Pashko, i cili kishte insistuar të shoqëronte të atin në atë udhtim të fundit drejt shpresës. Fluturimi vazhdoi normalisht për disa orë, mbi ujërat e errëta të Adriatikut, drejt bregut italian. Në orën 2:17 të mëngjesit të datës 17 korrik, piloti raportoi për herë të fundit me radio te kulla e kontrollit ajror e Rinasit, duke dhënë koordinatat e sakta të pozicionit të tyre, rreth 45 kilometra në perëndim të Durrësit, me një lartësi prej rreth 1000 metrash mbi nivelin e detit. Sipas atij raportimi, gjithçka po ecte pa asnjë problem të dukshëm teknik, dhe pastaj, papritmas, pa asnjë sinjal tjetër, pa asnjë thirrje ndihme, helikopteri u zhduk përfundimisht nga ekrani i radarit. Imagjinoni për një qast atë natë, aty diku mbi valet e errëta të Adriatikut, aty ku deti nuk ka asnjë kufi të dukshëm mes ujit dhe qiellit, ku vetëm dritat e instrumenteve të kabines ndriçojnë fytyrat e atyre 6 njerëzve. Piloti dhe kopiloti, të përqendruar te instrumentet e tyre, duke ndjekur me kujdes rrugën drejt bregut italian. Inxhinieri, gjithnjë vigjilent ndaj çdo shenje problemi teknik. Mjeku, ende duke u kujdesur për pacientin e tij, duke kontrolluar pulsin, frymëmarrjen, shenjat vitale të një njeriu që ende luftonte për jetën. Dhe gjali, i ullur pranë babait të tij, ndoshta duke i mbajtur dorën, ndoshta duke i folur me zë të ulët, ndoshta thjesht duke qëndruar në heshtje, i mbushur nga një përzjelje frike dhe shprese, që vetëm ata që kanë përjetuar diçka të ngjashme mund ta kuptojnë plotësisht. Askush nga ata 6 njerëz nuk mund ta dinte se sa pak minuta u kishin mbetur, se çfarëdo qoftë ajo që ndodhi më njëherë pas atij raportimi të fundit me radio, ajo do t'i çonte të gjithë, pa dalim, drejt të njëjtit fund. Zhdukja e helikopterit u bë e ditur më njëherë te autoritetet, dhe brenda pak orësh nisi një nga operacionet e kërkim shpëtimit më të mëdha të historisë detare shqiptare, me pjesëmarrjen e forcave detare shqiptare, italiane, madje edhe me ndihmën e institucioneve ndërkombëtare specializuara në kërkime detare. Për ditë me radhë, anije e avion kërkuan çdo shenjë të mundshme mbi sipërfaqen e detit, mbetje, një lavaj, çdo objekt që mund të tregonte se ku kishte rënë saktësisht helikopteri. Lajmi për zhdukjen e tij u përhap shpejt jashtë kufive të Shqipërisë dhe media ndërkombëtare, përfshirë transmetuesin publik britanik, njoftuan se një politikan i njohur shqiptar konsiderohej i vdekur pas rrëzimit të helikopterit që e mbarte drejt trajtimit mjekësor urgjent. Më 22 korrik, 6 ditë pas natës së tragjedisë, autoritetet italiane njoftuan një zbulim që dukej se do të ndriçonte më në fund misterin. Një objekt metalik u lokalizua në thellësi prej rreth 1024 metrash në detin Adriatik, vetëm rreth 1 milje larg vendit ku helikopteri kishte dhënë sinjalinë e tij të fundit me radio. Ishte, sipas të gjitha gjasave, vetë helikopteri i rrëzuar, tani i shtrirë në fundin e errët e të ftohtë të detit, në një thellësi që e bënte çdo operacion nxjerrjeje jashtëzakonisht të vështirë dhe të kushtueshëm. Qeveria shqiptare e vendosur të gjente përgjigje dhe të nxirrte, nëse ishte mundur, trupat e 6 njerëzve që kishin humbur jetën, kontraktoi një kompani franceze të specializuar në operacione nxjerrjeje nga thellësi të mëdha detare, duke paguar një shumë prej rreth 330 milion lekësh të vjetër për këtë shërbim jashtëzakonisht të specializuar. Në fillim të gushtit, anija franceze e quajtur Janus e dytë filloi një operacion disaditor, të ndërlikuar teknikisht, për të nxjerrë nga thellësia e detit gjithçka që kishte mbetur nga helikopteri i rrëzuar. Rezultati i atij operacioni, kur erdhi më në fund më 9 gusht, ishte i pjeshëm dhe njëkohësisht thellësisht i trishtueshëm. Ekipet franceze arritën të nxjerrin vetëm disa mbetje metalike të vetë helikopterit, disa pjesë të kabinas dhe të strukturës së tij, por asnjë prej trupave të 6 viktimave.
Deti, siç ndodh ndonjëherë në tragjeditë më të mëdha detale, kishte mbajtur për vete jo vetëm jetët e këtyre njerëzve, por edhe trupat e tyre, duke u amohuar familjeve edhe atë ngushëllim minimal që sjell varrimi i një trupi të njohur, një ceremonie ku dhembja mund të gjejë të paktën një pikë konkrete referimi. Ekspertët që analizuan mbetit e nxjerra nga deti arritën në një përfundim të parafort, edhe pse jo definitiv. Gjendja e rënojave sugjeronte se helikopteri kishte goditur sipërfaqen e detit me shpejtësi shumë të lartë, duke u shpërbërë thuajse menjëherë, që në metat e parë të zhytjes së tij. Kjo do të thoshte, në terma të thjesht njerëzor, se çfarëdo që kishte ndodhur shumë shpejt, ndoshta aq shpejt sa asnjë prej atyre 6 njerëzve të mos kishte pasur kohë as ta kuptonte plotësisht se çfarë po ndodhte. Për shkakun e vërtet të kësaj, rrëzimi u parashtruan disa hipoteza, nga një defekt teknik i papritur i vetë helikopterit deri te një gabim i mundshëm njerëzor i pilotëve, të lodhur ndoshta nga presioni i një fluturimi urgjent natë mbi kushte moti jo ideale. Por asnjë prej këtyre hipotezave nuk u konfirmua kurrë plotësisht, dhe shkaku i saktë i asaj tragjedie mbetet edhe sot, pas kaq shumë vitesh, një mister i pasgjidhur përfundimisht. Le të ndalemi tani për një çast mbi vetë natyrën e kësaj tragjedie të dyfisht, sepse ka diçka në të që e bën edhe më të dhimbshme se një aksident i zakonshëm. Gramos Pashko nuk vdiq direkt nga dëmtimi që pësoi në det. Ai u godi të rënd, u dërgua në spital, u trajtua dhe kishte ende në atë çast një shpresë, edhe pse të vogël, për të mbijetuar. Ishte pikërisht përpjekja për ta shpëtuar, vendimi për ta transportuar drejt një spitali të huaj me shpresën për një trajtim më të avancuar, ai që ecoi drejt vdekjes së tij përfundimtare. Ishte në një farë mënyrë një lloj ironie dyfisht e fatit. Shpresa vet u bë instrumenti i katastrofës. Sikur fati të kishte vendosur që asnjë përpjekje njerëzore për ta shpëtuar nuk do të ishte mjaftueshme, dhe se çdo hap i marrë drejt shpëtimit do të afronte më shumë dhe jo më pak drejt fundit të pashmangshëm. Kjo është pikërisht ajo që bashortja e tij, Mimoza Pashko, e përshkroi më vonë me fjalë që meritojnë të mbahen mend fjalë për fjalë, sepse në to gjendet e gjithë pesha e asaj tragjedie të dyfisht. Një fatkeqësi e dyfisht, tha ajo, një kohë e keqe që u përsëri 2 herë brenda të njëjtës ditë në jetën e profesorit Pashko, duke ja marrë me fanatizëm herën e dytë çdo shans që i kishte dhënë ende hera e parë, pas aksidentit në bregun e detit jon. Këto fjalë, të thëna nga një grua që sapo kishte humbur njëkohësisht bashkëshortin dhe djalin e saj brenda po asaj nate, na tregojnë diçka thelbësore për thellësinë e vërtetë të kësaj tragjedie. Nuk ishte thjesht një aksident i vetëm, por një varg ngjarjesh të lidhura mes tyre nga një fatkeqësi që dukej thuajse e destinuar, thuajse e pashmangshme, sikur vetë deti të mos ishte i kënaqur me një viktim të vetme, por të kërkonte edhe djalin, edhe shpresën, edhe mundësinë e fundit për shpëtim. Lajmi për vdekjen e Gramos Pashkos dhe të djalit të tij u përhap shpejt, jo vetëm në Shqipëri, por edhe përtej kufive të saj. Kryeministri atëhershëm i Kosovës, Agim Qeku, i dërgoi menjëherë ngushëllime zyrtare kryeministit Belisha, duke e njohur kështu peshën ragjionale të kësaj humbjeje, jo vetëm si tragjedi personale, por edhe si humbje për të gjithë hapësirën shqiptare. Gazetat perëndimore, të cilat kishin ndjekur me interes karrierën e Pashkos që nga vitet e para të tranzicionit demokratik shqiptar, botuan për kujtime të gjata për të. E përshkruan atë si udhëheqës i lëvizjes pro-demokratike në Shqipëri, si njeriu që kishte ndihmuar ta çonte vendin e vet drejt lirisë pas dekadash izolimi ekstrem, dhe tani, ironikisht, po përcilej në amshim jo si viktime ndonjë force politike apo shtetërore, por thjesht si viktime një aksidenti banal të pushimeve verore, i zhëruar më pas nëpërmjet një vargu vendimesh të mira por fatale në një nga tragjeditë detare më të mëdha të historisë së aviacionit shqiptar. Funerali i Gramos Pashkos dhe i djalit të tij Ruben mbajti brenda vetes gjithë atë pikëllim kombëtar që mund të krijohet vetëm kur një vend humbet njëkohësisht një figurë historike dhe dëshminë e brishësisë së jetës njerëzore. Mijëra njerëz nga spektri i gjerë politik shqiptar, nga ish bashkëpunëtor të vjetër te ish kundërshtar të betuar, erdhën për të nderuar kujtimin e një njeriu që, pavarësisht ndarjeve të thella politike që kishte përjetuar gjatë jetës së tij, kishte lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e vendit. Sepse, siç ndodh shpesh me figurat historike vërtet të mëdha, vdekja e tyre i bashkon përkohësisht ata që jeta i kishte ndarë, të paktën për aq kohë sa zgjat një ceremoni varrimi. Por ndoshta dëshmia më prekëse e gjithë kësaj periudhe të hidhur
erdhi jo nga një politikan, por nga vetë bashortja e Gramos Pashkos. Mimoza Pashko, e mbetur befas pa bashortin dhe pa njërin nga 2 fëmijët e saj brenda po asaj nate të vetme, gjeti megjithatë forcën vite më vonë të flasë publikisht për trashëgiminë e burrit të saj, dhe ta bëj këtë jo me hidhërim apo me kërkesë për hakmarrje, por me një dashuri dhe një respekt që tregon qartë se çfarë njeriu kishte qenë vërtet Gramos Pashko për ata që e njihnin nga afër. Kur, disa vite pas vdekjes së tij, miq të vjetër dhe kolegë vendosën të krijonin një çmim akademik në emër të tij për doktoratën më të mirë në fushën e mendimit ekonomik liberal, Mimoza Pashko shkroi, me fjalë që meritojnë të kujtohen: Gramos ishte një njeri që nuk kishte asgjë në duar, kishte pasur pushtet real vetëm 6 muaj si zëvendës kryeministër, nuk drejtoi kur struktura të mëdha, nuk krijoi kur interesa apo grupime të fuqishme, por kishte një gjë të vetme, të fuqishme: idet. Besoj, shtoi ajo, se ai dha tranzicionit shqiptar një perspektivë të re, e cila ndoshta u ndoq nga të tjerë pak a shumë, thellë apo sipërfaqësisht, por shërbeu si simbol dhe si pikë referimi për të ndërtuar një mënyrë të re shoqërore pas rrëzimit të komunizmit. Këto fjalë të shkruara nga një grua që kishte çdo të drejtë të ishte thjesht e mbushur me dhembje dhe hidhërim, na tregojnë diçka të thellë për vetë natyrën e trashëgimisë së Gramos Pashkos, sepse ai, siç e vë në dukje edhe vetë bashortja e tij, nuk la pas vetes as pushtet, as pasuri të madhe materiale, as një parti të fuqishme që të mbante gjallë emrin e tij nëpër dekada. La pas vetes diçka shumë më të brisht, por në kushte të caktuara edhe shumë më të qëndrueshme. Një grup idesh, një mënyrë të menduari, një shembull se si mund të jetohet një jetë publike edhe kur pushteti të tradoton, edhe kur vetë shteti yt të vënë në survejim, edhe kur eshtat e babait tënd bëhen pjesë e një betejë politike që s'ke kërkuar kur ta luftosh. Henri Qili, administratori i universitetit ku Pashko shërbeu si rektor, shkroi një përkujtim të botuar menjëherë pas tragjedisë, në të cilin e përshkroi humbjen si diçka thuajse të pabesueshme, si të tyesh një bisedë që sapo kishte filluar dhe që të gjithë prisnin ta limernin sërish, në një drekë të radhës në restorantin e preferuar, në një takim të rastësishëm nëpër rrugët e Tiranës. A nuk keni pasur edhe ju, shkroi ai, drejtuar lehtësuesve të tij, ndjesinë se këto ditë do të pinit një kafe me profesorin Pashko, do të kalonit pranë shtëpisë së tij për një gotë verë apo gjin, do të takoheshit më në fund për atë drekë të planifikuar prej kohësh në telefon, apo nga një takim i rastësishëm në rrugë. Kaq të gjalla janë të gjitha këto kujtime për ne, miq të panumër të Gramos Pashkos, sa nuk besojmë dot atë çka ka ndodhur. Qili e përshkroi Pashkon si një nga ato karaktere kozmopolite të qytetit që janë kaq të rralla, erudit nga kultura, historik nga simbolika dhe kuptimi, pozitiv në qasjen e tij ndaj ngjarjeve dhe personazheve, tolerant nga njohja e tij e thellë e natyrës njerëzore dhe pranimi i saj. Miku i të gjithëve, shkroi Qili. Pashko ishte aplikimi i vet ides se në Shqipërinë tonë mund të krijohen karaktere si ai, me një ekzistencë universale, që i ka përcejnë pengesat dhe kufizimet e kohës dhe të njeriut, dhe që janë njëkohësisht brenda tyre, brenda gjithë asaj çka është e jashtëzakonshme e zakonshme e qytetit. Profesori Pashko është profesori, shkroi mëtej Qili, jo thjesht sepse pjesa më e madhe e jetës së tij më të vlefshme ishte kaluar pas katedrës universitare, por sepse ishte vetë ai lloj profesori që formon student, duke qenë vetë përjetësisht një student i ideve të reja. Ka diçka veçanërisht domethënëse në këtë përshkrim, sepse na tregon se, në fund të fundit, ajo çka do të mbahet mend nga bashkëkohësit e Pashkos nuk ishte thjesht kontributi i tij i madh ekonomik, as themelimi i Partisë Demokratike, as paralajmërimet e tij mbi krizën financiare që do të godiste vendin vite më vonë. Ishte mbi të gjitha vetë personaliteti i tij, ajo aftësia e rrallë për të mbetur kurioz, i hapur, i dashur ndaj njerëzve, edhe pasi kishte kaluar në aq shumë tradhtire e zhgëngjime politike sa do t'i mjaftonin për një jetë të tërë të 5 njerëzve të tjerë. Vite më vonë, kur miqt dhe ish kolegjet e tij vendosën të krijonin një institut me emrin e tij, të quajtur Instituti Liberal Pashko, një prej tyre, gazetari dhe analisti Dritan Shano, shkroi një tekst përkujtimor që meriton të citohet gjerësisht, sepse jep, ndoshta më mirë se çdo tekst tjetër, matje në vërtetë të asaj çka Pashko përfaqësoi për Shqipërinë e tranzicionit. Askush më mirë se Gramos Pashko, shkroi Shano, nuk përfaqëson vlerat përmes të cilave u shkatrua sistemi komunist në Shqipëri. Ai ishte i guximshëm, ishte kundër mosbesuesve, dyshuesve, mashtruesve, konspiratorëve, izolacionistëve, konformistëve dhe atyre që dorëzohen.
mbështeti lirinë ekonomike, politike dhe shoqërore pa kompromis. Këto ide mund të jenë sot të deformuara, mund të jenë në rrezik, por mbeten të paprekura dhe për herë frymëzuese brenda trashëgimisë që Gramos Pashko ka lënë në shoqërinë shqiptare. Sipas po atij teksti, ndër kontributet konkrete më domethënëse të Pashkos ishte pikërisht ideja e privatizimit të hershëm dhe e nismës private si themel i ekonomisë së re shqiptare. Një ide që sipas vlerësimeve të kohës ndihmoi që sektori privat, i cili në vitin 1990 ishte thuajse 0% e ekonomisë shqiptare, të arrinte brenda më pak se 5 vjetësh të përbënte rreth 75% të saj. Kjo shifër e thjesht në pamje, por maramendse në thelb, tregon se sa do i kufizuar të ketë qenë pushteti real i Pashkos, sa do të shkurtrat i kenë qenë muajt e tij si ministër, ideja që ai soli në ekonominë shqiptare pati një efekt të vazhdueshëm shumë më të gjatë se sa vetë karriera e tij politike. Ka në gjithë këto histori një pyetje që na shtrëngon të mendojmë thellë dhe që meriton ta mbajmë me vete edhe pasi historia jonë e sotme të ketë mbaruar. Çfarë mbetet një revolucionari kur vetë revolucioni i tij vendos se s'ka më nevojë për ta? Kjo është pyetja që përshkon gjithë jetën e Gramos Pashkos, që nga casti kur u dëbua nga Partia Demokratike në gushtin e 92-shit, deri te casti kur 14 vjet më vonë u kthye pjesërisht te ajo parti, pa gjetur kur vendin e vet real brenda saj. Dhe përgjigjja që na jep jeta e tij, e shikuar në tërësinë e saj, është njëkohësisht e thjeshtë dhe thellësisht e vështirë për të jetuar. Mbetet dinjiteti i idesë, mbetet e drejta për të vazhduar të mendosh dhe të krijosh, edhe kur pushteti të hedhë jashtë vetes, edhe kur vetë institucionet e shtetit tënd të vënë në survejim, edhe kur familjarët e tu bëhen objekti një hakmarrieje që s'ka të bëj fare me ta. Sepse historia botërore na ka mësuar her pas here se lëvizjet e mëdha çlirimtare, ato që na duken sot kaq të pastra dhe kaq të drejta në retrospektiv, kanë prirjen e çuditshme dhe pothuajse universale për të glabruar disa prej njerëzve që i kanë ndërtuar ato më me pasion se kushdo tjetër. Është pothuajse një ligj i pashkruar i historisë politike. Revolucionet nuk vdesin zakonisht nga goditjet e armikut të jashtëm që kanë mundur, por fillojnë të glabrojnë vetveten, njërin themelues pas tjetrit, në emër të pastërtisë së vetë ideve që i kanë lindur. Gramos Pashko ishte një prej atyre themeluesve që u glabrua, jo një herë, por disa herë, në forma të ndryshme. U dëbua politikisht, u survejua nga policia sekrete, ju prek edhe kujtimi i babait të tij, dhe kur u përpoq të kthehej, pas gjithë atyre viteve, u prit vetëm me një njohje formale, pa fuqi reale. E megjithatë, ai nuk u shndërrua kurrë në një hero tragjik të thjeshtë, në një viktim të pastër që mund të vajtohet lehtësisht dhe të harrohet po aq lehtë. U shndërrua në diçka më interesante dhe më domethënëse, në dëshmi të gjallë se dinjiteti personal mund të mbijetojë edhe kur pushteti politik zhduket plotësisht. Universiteti që drejtoi si rektor, studentët që formoi, idetë që la pas, si dhe kujtimi që lanë tek ata që e njohen si mik, si profesor, si bashkëbisedues, të gjitha këto tregojnë se ekziston një lloj fitoreje, që nuk matet me vota apo me poste ministrore, por me qëndrueshmërinë e ideve dhe me dashurinë e njerëzve që i ke prekur gjatë jetës sate. Le të kthehemi tani, për një çast të fundit, te ajo natë e errët mbi Adriatik, te helikopteri që u zhduk nga radari në orën 2:17 të mëngjesit të 17 korrikut. Sepse tani, pasi kemi ndjekur gjithë rrugën që ecoi Gramos Pashkon deri atje, mund ta shohim atë natë me sy krejt të tjerë nga ata me të cilët e pan bashkëkohësit e tij në atë kohë. Nuk ishte thjesht fundi i papritur i një jete, ishte fundi i një rruge të gjatë të vështirë që nisi në një sallë kongresi gushti, kaloi nëpër vite survejimi e hakmarrie, gjeti stret të përkohshme në auditoret e një universiteti të ri, u përpoq të kthehej te shtëpia e vet politike origjinale dhe së fundi u ndal në mënyrën më të papritur e më të padrejtë të mundshme, mbi shkëmbin të një plazhi jugor dhe në fund të një deti që nuk do t'ia kthente kurrë trupin familjes së tij. Ka diçka simbolike, gati të pashmangshme në faktin që pikërisht Sali Berisha, njeriu që kishte qenë në qendër të gjithë asaj drame politike që i ndau këta dy burra për 14 vjet, ishte edhe njeriu që qëndroi pranë shtratit të Pashkos në orët e fundit, para se ai të largohej për herë të fundit nga Shqipëria, dhe njeriu që mori vendimin me shpresën më të mirë, që përfundoi duke shkaktuar edhe humbjen e djalit të tij. A ishte kjo thjesht rastësi e ftohtë e fatit? A ishte një lloj drejtësie poetike, sado e hidhur, që i bashkoi sërish këta dy njerëz një herë fundit në çastin më të vështirë të mundshëm?
Historia nuk na jep përgjigje të qarta për pyetje të tilla, dhe ndoshta është më mirë kështu, sepse çdo përgjigje e thjeshtë do ta zvogëlonte thellësinë e vërtetë të kësaj tragjedie. Ajo që mund të themi me siguri është kjo: Gramos Pashko jetoi një jetë të shënuar nga një varg i gjatë kthesash të papritura, secila prej të cilave do të mjaftonte për të thyer shpirtin e çdo njeriu të zakonshëm. U rrit në hijen e një babaje të lartë zyrtar komunist, vetëm për të bërë më vonë njëri prej themeluesve kryesor të lëvizjes që rrëzoi po atë sistem komunist. U bë zëvendës kryeministër dhe ministër i ekonomisë në qeverinë e parë të përzier pas komunizmit, vetëm për t'u lënë jashtë qeverisë së parë krejtësisht demokratike, pikërisht atëherë kur pritej më shumë prezenca e tij. U dëbua nga partia që kishte ndihmuar ta themeloj, u vu në sulmevim nga vetë shteti që kishte ndihmuar ta lindë të lirë, pa e ngritur mbi këtë hakmarrje as edhe kujtimin e babait të tij të vdekur. Dhe pastaj, në vend që të mbetej i mbyllur në hidhurimin e tij, gjeti forcën për të ndërtuar një jetë të re, plot ide, plot student, plot miq, plot biseda të gjata mbi verë dhe gjin, derisa në fund u kthye te shtëpia e tij politike e parë, vetëm për të gjetur se as ai kthim si soli fuqinë e vërtet që dikur kishte pasur. Dhe pas gjithë kësaj rrugë të gjate të mundimshme, fati vendosi ta godas edhe një herë, në mënyrën më të egër e më të padrejtë të mundshme, jo me një armë politike, jo me një dosie survejimi, jo me një votim përjashtimi, por me diçka shumë më të thjeshtë e më universale njerëzore. Një gur në ujë, gjatë një pushimi verimor të zakonshëm, dhe pastaj një fluturim urgjent nate që s'arriti kur destinacionin e vet. Ironia e fundit, ndoshta më e hidhura nga të gjitha, është se ai njeri që kishte kaluar dekada duke lehtësuar rreziqet e fshehta të sistemeve të mëdha, financiare, politike, institucionale, nuk pati asnjë mënyrë për ta parashikuar apo shmangur rrezikun që e priste në një qast krejtësisht të zakonshëm pushimi, në një det që kishte njohur mirë, në një ditë vere si gjithë të tjerat. Sa herë ndodh që historia në vend të na dhënë fundin që presim, na jep një fund që na duket krejtësisht i pamerituar, krejtësisht i papërshtatshëm me përmasat e jetës që sapo kemi ndjekur. Gramos Pashko meritonte ndoshta një fund më të qetë, në një moshë të thyer, i rrethuar nga studentët e tij, nga fëmijët e niprit e tij, duke folur ende për ide ekonomike dhe për të ardhmen e vendit që kishte dashur t'i shërbente. Në vend të kësaj, ati u dha një fund i papritur, brutal në thjeshtësinë e vet, i shoqëruar edhe nga humbja e njërit prej fëmijëve të tij, në atë natë të vetme koriku që zgjati vetëm disa orë, por që fshiu përgjithmonë dy jetë njëkohësisht. Dhe megjithatë, ka diçka që mbetet, diçka që as deti, as harresa, as politika e re shqiptare nuk kanë mundur ta fshinë plotësisht. Universiteti i New Yorkut në Tiranë vazhdon të funksionojë edhe sot, duke mbajtur gjallë në një farë mënyre vizionin akademik të njeriu që e drejtoi si rektori i tij i parë. Instituti që mban emrin e tij vazhdon të organizojë aktivitete, çmime, bursa, në kujtim të vlerave liberale që ai përfaqësoi më mirë se kushdo tjetër i brezit të vet. Dhe kudo që dikush në Shqipëri flet sot për themelet e tregut të lirë, për privatizimin e hershëm, për ato reformistësh që u përpoq me gabime e me sukses njëkohësisht, të çonte një vend të tërë nga një ekonomi e centralizuar drejt një ekonomie tregu, emri i Gramos Pashkos kthehet në bisedë, si një kujtim që refuzon të zbehet plotësisht, sado shumë kohë të kalojë. Ndoshta kjo është në fund të fundit forma më e drejtë e drejtësisë historike që mund të jepet një njeriu si Gramos Pashko. Jo rehabilitimi politik i plot që nuk i erdhi kur realisht, as gjetja e trupit të tij apo i gjallit të tij nga fundi i detit që s'ndodhi kur, por qëndrueshmëria e ideve të tij në kujtesën kolektive të një kombi që, me gjithë kaosin dhe dhembjet e tranzicionit të vet, ende mban mend se dikur pati një ekonomist të ri, me sy pas syzeve dhe me buzëqeshje ironike, që i tha të vërtetën me zë të lartë, qoftë kur ishte ministër, qoftë kur ishte i dëbuar, qoftë kur ishte thjesht profesor universiteti, larg çdo pushteti real, por kur larg forcës së vërtetë të ideve të veta. Ka diçka që meriton të theksohet edhe një herë, sepse na ndihmon të kuptojmë se historia e Gramos Pashkos nuk ishte një rast i izoluar, një ngjarje e çuditshme e veçantë brenda politikës shqiptare të asaj kohe, por pjesë e një modeli shumë më të gjerë që përsëritet me variacione të vogla, pothuajse në çdo lëvizje të madhe politike të historisë njerëzore. Mendoni për revolucionin francez, ku Georges Danton, njëri prej arkitektëve kryesor të rrëzimit të monarkisë, u dërgua në gjijotin pikërisht nga ata që dikur i kishin qëndruar krah për krah në betejat të përbashkëta.
Mendoni për revolucionin rus, ku Leon Trotski, njeri prej udhëheqësve më të spikatur të vetë revolucionit bolshevik, përfundoi i dëbuar, i persekutuar dhe së fundi i vrarë në mërgjim nga vetë forcat që kishte ndihmuar t'i vinte në pushtet. Mendoni edhe për shembull më modern, në revolucionet e ndryshme antikoloniale të shekullit të 20, ku shumë prej themeluesve të lëvizjeve qlerimtare u gjendën brenda pak vitesh nga fitoria e tyre, të përjashtuar, të burgosur, madje edhe të vrarë, nga vetë shokët e tyre të armëve. Kudo e njëjta prirje e çuditshme dhe pothuajse universale. Lëvizjet e mëdha çlirimtare, sa po fitojnë, fillojnë të kërkojnë brenda vetes armiq të rinj, sikur të mos mund të jetojnë pa një kundërshtar për të luftuar, edhe pse kundërshtari i vjetër tashmë është mundur përfundimisht. Gramos Pashko, në këtë kuptim, nuk ishte i vetmi themelues i Partisë Demokratike që përjetoi një fat të ngjashëm. E kemi përmendur tashmë Neritan Cekën dhe Arben Imamin, që u dëbuan bashkë me të në gushtin e 92-shit. Por edhe Eduard Selami, ai jurist i ri që u zgjot kryetari i Partisë Demokratike, pikërisht në atë kongres të prillit të 92-shit, kur Berisha u largua nga kryesia formale e partisë për të bërë president, do të gjendej vetë disa vite më vonë në një konflikt të ngjashëm me atë të Pashkos, duke u larguar edhe ai nga struktura që dikur drejtonte. Kjo tregon diçka thelbësore. Nuk ishte thjesht një konflikt personal mes dy njerëzve, Pashkos dhe Berishës, por një model i vazhdueshëm i vetë kulturës politike që po linte në Shqipërinë e re, një kulturë ku pushteti tentonte të përqendrohej gjithnjë më shumë rreth një qendre të vetme, duke i lënë periferisë herët avon, thuajse çdo figurë tjetër me peshë të pavarur. Dhe këtu qëndron ndoshta mësimi më i thellë që na jep historia e Gramos Pashkos, i vlefshëm jo vetëm për Shqipërinë, por për çdo demokraci të re kudo në botë. Kur një lëvizje politike fillon si bashkimi disa njerëzve të fortë, secili me idetë dhe personalitetin e vet, ajo lëvizje mban brenda vetes farën e ndarjes së ardhshme që nga casti i saj i parë i lindjes. Bashkimi filjestar, sado i sinqert dhe i domosdoshëm në castin e krizës, nuk mund të zëvendësoj përgjithmonë nevojën për struktura të qëndrueshme demokratike të brendshme, për mekanizma të vërtetë të ndarjes së pushtetit, për kultura organizative që lejojnë mospajtimin pa e zhderruar atë automatikisht në tradhti. Kur këto struktura mungojnë, siç mungonin thuajse plotësisht në Shqipërinë sapo dal nga izolimi më i thellë i Evropës komuniste, atëherë çdo mospajtim i vërtet brenda lëvizjes rrezikon të zgjidhet jo me dialog e kompromis, por me përjashtime, me hakmarrje, madje edhe, siç e pam, me zhvarrosje varësh të njerëzve të vdekur prej dekadash. Duhet përmendur gjithashtu se vitet e para të Aleancës Demokratike u zhvilluan paralelisht me atë krizë tjetër të madhe, shumë më të njohur sot, të cilën Pashko vetë kishte paralajmëruar që në kohën kur ishte ende brenda Partisë Demokratike, shpërthimin katastrofik të skemave financiare piramidale në fillim të vitit 1997. Dërsa vendi ra në kaos të plot, me trazira të armatosura, me shtetin e shpërbërë në jug, me qindra mijëra njerëz të mbetur pa kursime të një jete, edhe Aleanca Demokratike, ashtu si çdo forcë tjetër politike e vogël e vendit, u përfshin atë stuhi që rrezikoi të fshinte plotësisht rendin e brish demokratik të ndërtuar që nga 91. Është një ironi e hidhur, por edhe një dëshmi e qëndrueshme e integritetit të Pashkos, fakti që pikërisht ai njeri, i cili kishte paralajmëruar më herët se kushdo tjetër për rrezikun e atyre skemave, u gjend në kulmin e katastrofës, jashtë çdo pozicioni pushteti nga ku do të mund të merrte vendime reale për ta parandaluar apo për ta menaxhuar krizën. Kishte të drejtë në parashikimin e tij, por ai që kishte të drejtë nuk ishte më ai që vendoste. Ky kontrast mes njohurisë së saktë dhe pafuqisë politike e ndoqi Pashkon gjatë gjithë pjesës së dytë të karrierës së tij, dhe ndoshta shpjegon pjesërisht edhe zgjedhjen e tij të mëvonshme për të tërhequr drejt botës akademike, aty ku njohuria dhe fjala e tij mund të kishin ende vlerë, edhe pa pushtetin real që i shoqëronte dikur. Zgjedhjet e reja që erdhën menjëherë pas kaosit të 97-s e sollën në pushtet Partinë Socialiste, duke e nxjerrë Partinë Demokratike të Berishës nga qeverisja për vite me radhë. Ishte pikërisht në këtë periudhë të re, me socialistët në pushtet dhe me Partinë Demokratike në opozit, që Pashko filloi bashkëpunimin e tij si këshilltar ekonomik i Fatos Nanos, të cilin e kemi përmendur më herët. Është domethënëse që pikërisht armiku i vjetër i djathtë i Pashkos, Sali Berisha, ishte gjithashtu ai që vite më vonë do të bënte gjestin e fundit të madh drejt tij,
ftesën për rikthim në parti në vitin 2005 dhe më pas në verën e 96 urdhrin për ta shpëtuar me çdo kusht, duke dërguar helikopterin më të mirë të shtetit shqiptar drejt Italisë. Dy njerëz që u ndanë me fjalë të ashpra publike në një salë kongresi Gushti u ribashkuan në forma të ndryshme e të papritura, disa herë gjatë dekadave në vijim, deri te ai takimi i fundit i heshtur dhe i dhimbshëm në një dhomë spitali të Tiranës, natën para se Pashko të merrte fluturimin e tij të fundit drejt detit. Është domethënë se gjithashtu kur mendojmë për këtë histori të kujtojmë se si vetë emri Aleanca Demokratike, forca politike që Pashko dhe shokët e tij themeluan pas dëbimit, mbeti gjithmonë një forcë e vogël, e paaftët të ndryshojë vetë ekuilibrin e madh të pushtetit shqiptar. Nuk arriti kur të bëhet alternativa e vërtet që themeluesit e saj ndoshta e ndërruan në ditët e para pas dëbimit. Por pikërisht kjo dobësi numerike, kjo pamundësi për të fituar pushtet real, e la Aleancën Demokratike të lirë të mbetet ajo çka ishte në thelb. Një zë kritik i pastër, i paangazhuar në kompromiset e nevojshme të çdo force që qeveris vërtet. I lirë të thotë të vërtetat të pakëndshme, pikërisht sepse s'kishte asgjë për të humbur në terma pushteti real. Në një farë mënyre të çuditshme, humbja politike e Pashkos në gusht të 92-shit e liroi atë, paradoksalisht, për të thënë gjëra që si zëvendës kryeministër i qeverisë së koalicionit nuk do të mund t'i thoshte kur kaq hapur. Historia e Gramos Pashkos, e parë në tërësinë e saj, na kujton diçka që rrallë duam ta pranojmë plotësisht, se çmimi i integritetit personal në politikën e çdo vendi të ri demokratik mund të jetë jashtëzakonisht i lartë, dhe se ndonjëherë ai çmim paguhet jo vetëm nga vetë njeriu që zgjedh të mbetet besnik ndaj ideve të veta, por edhe nga ata që e rrethojnë, nga familjarët e tij, nga ata që e duan pa kushte. Josif Pashko, babai, pagoi një çmim të tillë pas vdekjes së tij, kur rreshtat e tij u zhvendosën si formë hakmarrieje ndaj birit. Ruben Pashko, djali, pagoi një çmim edhe më të lartë, atë të vetë jetës së tij të re, thjesht sepse zgjodhi të mos e linte të atin vetëm në çastin e tij më të vështirë. Dhe kështu, kur mendojmë sot për Gramos Pashkon, duhet ta mendojmë jo vetëm si ekonomistin që paralajmëroi rrezikun e skemave financiare, jo vetëm si themeluesin e dëbuar të Partisë Demokratike, jo vetëm si rektorin e parë të një universiteti të ri, por si simbolin e diçkaje shumë më universale, të asaj force të brendshme që i mundëson një njeriu të vazhdojë të krijojë, të mësojë, të dashurojë, edhe pasi çdo formë pushteti është marrë, edhe pasi vetë shteti e ka shndëruar në objekt survejimi, edhe pasi familja e tij ka pësuar hakmarrje që si takonin fare. Kjo forcë, kjo qëndrueshmëri e brendshme, është ndoshta trashëgjimia më e vërtetë që na la Gramos Pashko, shumë më e qëndrueshme se çdo post ministror, shumë më e thellë se çdo betejë partijake, dhe njëkohësisht shumë më e hidhur, sepse na kujton se as forca më e madhe e brendshme e një njeriu nuk mund ta mbrojë atë nga kapriçot e fundit e absurde të fatit. Kur sot dikush shkon në palas, pranë ndërmjet, dhe shikon atë gjithë të bukur të Jonit, ku ujërat e kaltra takojnë shkëmbinjtë e thepisur të bregut jugor shqiptar, pakush mendon se pikërisht aty, në një ditë të zakonshme vere të vitit 2006, filloi zinxhiri i ngjarjeve që do t'i merrte jetën njërit prej ekonomistëve më të mprethë që ka prodhuar ndonjëherë kombi shqiptar, bashkë me djalin e tij të ri. Dhe pak kush, kur fluturon sot mbi Adriatik, mendon për atë helikopter që dikur u zhduk aty poshtë, në errësirën e një nate koriku, duke marrë me vete 6 jetë njerëzore dhe duke lënë pas një mister që s'do të zgjidhet kur plotësisht. Por historia, ajo e vërteta, nuk kërkon domosdoshmërisht që ne ta mbajmë mend çdo detaj të vendodhjes apo të orës së saktë. Kërkon diçka tjetër, shumë më të thjeshtë e njëkohësisht shumë më të vështirë. Kërkon që të mbajmë mend njeriun, idetë e tij, rrugën që bëri, çmimin që pagoi dhe mësimin që na la. Sepse Gramos Pashko na tregoi me gjithë jetën e tij se edhe kur revolucioniut të hedh jashtë vetes, edhe kur shtetjut të vënë në survejim, edhe kur historia duket se të ka harruar plotësisht, ende ka diçka që mund të mbetet e jotja përgjithmonë. Mënyra si zgjedh të jetosh pjesën tjetër të jetës sate, njerëzit që zgjedh të duash dhe idetë që zgjedh të mbrosh, edhe kur askush nuk të kërkon më ta bësh këtë ndaj një skend pushteti, por thjesht në një katedër universitare, ose nga një tavolinë e vogël në një restorant të preferuar, mes miq, me një gotë verë në dorë, duke folur edhe një herë tjetër për të ardhmen në një vendi që e deshim më shumë se çdo gjë tjetër, edhe kur ai vend nuk e trajtoi kur ashtu siç meritonte.